Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të gatuajmë së bashku dollma ose sarma me lakër, të cilat gjithmonë i bëj së bashku me gjethet e rushit. Kjo është receta e nënës së bashkëshortit tim dhe unë sa herë që e bëj e ndjek me përpikmëri dhe më besoni që në fund shija është perfekte. Një gjë u asiguroj që edhe ata që nuk e han lakrën në këtë mënyrë do t'ju pëlqejë shumë. Në fillim do t'ju them që unë lakrën e marr gjithmonë nga ajo lakra kastile që është për dollma, por edhe me lakër të zakonshme mund t'i përgatisni këto sarma. Nëse keni një lakër të madhe, atëherë lakrës i hiqni vetëm pjesën e kokës dhe siç është e fusni në tenxhere dhe i hidhni ujë të nxehtë. Ose një pjesë të lakrës mund ta ruani në frigorifer në zonën e ngrirjes dhe e përdorni sa herë doni të përgatisni dollma. Edhe unë kështu kam vepruar. Fletat e lakrës i kam ruajtur në ngrirje dhe më pas i kam hedhur në tenxhere dhe u kam shtuar ujë të nxehtë. I vendosim në zjarr dhe i lëm që të ziejnë për rreth 7 minuta ose derisa të shikoni që gjethet e lakrës janë zbutur mjaftueshëm që kur t'i bëni dollmat, fletat e lakrës të mbështillen kollaj. Nëse shikoni që fletat e lakrës mbështillen kollaj, atëherë hiqni lakrën nga zjarri pasi është gati dhe tani do të përgatisim mbushjen ose harxhin për dollmat. Në një enë me ujë do hedhim një gotë gjysmë me oriz. Lëm që të pushoj për 20 deri në 25 minuta. Pas 20 minutash e lajm mirë orizin dhe e hedhim tek tasi ku do bëjmë harxhin. Do shtojmë dhe një domate të grirë. Unë preferoj të shtoj edhe 100 gram mish të grirë, por kjo është me dëshirën tuaj. Do shtojmë edhe gjysmë gote me vaj në mënyrë që dollmat të dalin sa më të buta brenda. Tek harxhi do të hedhim një spec të grirë, një lugë me salcë domate, një lugë e gjysmë me mëndërs ose nenegjik të thatë, hudhër ose pluhur hudhre, një lugë gjelle me krip, gjysmë lugë gjelle me piper të zi, rreth një lugë gjelle me limontos ose edhe lëng limoni, por sasin do ta vendosni vetë në varësi të aftësisë që doni t'i jepni dollmave. Më pas të gjithë përbërësit i përzijmë së bashku derisa të krijojmë një masë të njëjtë. E di se ka plot mënyra se si përgatiten dollmat, mund t'i bëni me mish ose pa mish fare dhe mbushjen e bëni sipas dëshirës suaj. Pasi përgatitëm harxhin, tani do bëjmë dollmat. Unë kam përdorur gjethe rushi të konservuara dhe prandaj në fillim i shplaj pak me ujë të ftohtë dhe më pas i kemi gati për t'i mbushur. Formën e japrakëve ua jepni si të keni dëshirë. Nëse i doni si në formën e këtyre në video, atëherë do të veproni shumë kollaj. Me një gjethe rushi, të cilës i presim bishtin nëse ka, hedhim rreth një lugë me harxh dhe harxhit i japim formë gjatësore, pak a shumë si në formë gishti. E mbështillim gjethen në fillim vetëm nga anët që të mos dalë mbushja dhe më pas vetëm e rrotullojmë duke e shtrënguar sa të kemi mundësi, në mënyrë që të mos dalë mbushja gjatë kohës që dollmat do të ziejnë. Pasi përgatitëm gjethet e rushit, tani do t'ju tregoj se si të përgatisni fletat e lakrës, në po të njëjtën mënyrë si gjethet e rushit. Vetëm se në këtë rast, kur të mbështillni gjethet e lakrës, me anë të një thike do të heqim kërcjellin e lakrës, pasi në të kundërt nuk do ta mbështillni dot kur përgatisni sarmën. Ne në familje preferojmë që edhe dollmat apo sarmat me lakër t'i përgatisim në formë gjatësore, por sigurisht mund t'i përgatisni në formën që dëshironi dhe që i keni më kollaj, pasi shija është e njëjtë në çfarëdo forme që t'i përgatisni. Unë ma thash edhe më parë që unë preferoj që mbushjen për dollma dhe sarma ta përgatis në këtë mënyrë që ju pat në këtë video, por ju jeni të lirë t'i përgatisni sipas mënyrave që ju jeni mësuar t'i bëni sarmat. Arsyeja se pse lakrat i bëj gjithmonë me gjethe rushi të përsjera ose ndonjëherë edhe me perime të tjera është sepse në këtë mënyrë në shtëpi nuk ndihet aroma e lakrës kur është duke zier, por gjithashtu lakra merr edhe shijen e perimeve apo edhe të gjetheve të rushit dhe bëhet edhe më e mirë.
Ju jeni të lirë që në këtë recetë të fusni edhe mish në tenxhere për t'u zier bashkë me dolmat. Edhe unë ndonjëherë veproj kështu dhe del shumë e mirë. Pasi përgatitëm të gjitha dolmat, tani do i rendisim në një tenxhere të madhe. Vendosim poshtë gjethet e rushit dhe më pas vendosim sarmat me lakër. Sipër tyre vendosim një pjatë në mënyrë që sarmat mos të lëvizin gjatë kohës që zihen në zjarr, dhe sipër pjatës vendosim edhe një tenxhere me ujë ose një tjetër mjet që të peshojë sipër pjatës, në mënyrë që pjatat mos lëviz gjatë zjerjes. Në fund tenxheren e vendosim në zjarr dhe i hedhim ujë të nxehtë deri në atë pikë që uji të dalë rreth 1 pëllëmb sipër dollmave dhe e lëm në zjarr të lartë derisa dolmat të marrin val. Kur uji nis të vlojë, e ulim nxehtësinë e zjarrit në temperaturë mesatare dhe i lëm dollmat të ziejnë në këtë mënyrë për rreth 1 orë 20 minuta ose 1 orë e 30 minuta. Më pas dollmat i heqim nga zjarri dhe i shërbejmë. Do shikoni që gjatë zjerjes asnjë nga dolmat nuk është hapur dhe nuk ka lëvizur. Unë ma sugjeroj që t'i provoni të dashur miq dhe jam e sigurt që do t'ju pëlqejnë. Është një ide e mirë për familjen tuaj, pasi lakra në ditët e ftohta shijon edhe më shumë. Unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer si recetë dhe nëse po, në mbështetje të punës që unë bëj, mos harroni që t'i jepni një like recetës, si dhe ta shpërndani atë me miqtë e familjarët tuaj. Për çdo recetë të re mund të abononi në kanalin tim dhe të klikoni zilen anash kanalit që t'ju vi lajmërimi sa herë të ketë video dhe receta të reja. Gjithashtu mund të më ndiqni edhe në Instagram në faqen time Rajana Kitchen. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe sot. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.